dhe bëhet fjalë për një do pajisje që në mënyrë standarde përdoren për kampingje, ku ka qenë një thik, një sharrë vogël disa centimetra, një sakica si kmes e vogël, një për tyne ka qenë inspektori policisë në Kragujevas. Tjetri është një dentist. Asnjëra? Asnjë indikacion se kanë, as s'kanë cek, asnjë ngjerm në cek në drejtim. Audienca online u mbi popullua me mesazhe të urrëties pas njoftimeve se policia arrestoi 16 qytetarë serb me pretekstin se ata po planifikonin veprime agresore ndaj vendit. Në fakt, 12 nga të arrestuarit u lanë të lirë për shkak që prokuroria nuk gjeti fakte për të mbajtur në paraburgim. 4 të tjerë u paraburgosën vetëm me pretekstin se mbanin armë pa leje. Prokuroria këtu ka ngritur këtë akuzë për armë për vepër penale të armbajtjes pa leje. Bëhet fjalë për ato që i ka trajtuar prokuroria armë dhe bëhet fjalë për një do pajisje që në mënyrë standarde përdoren për kampingje edhe për nevoja bujqësore. Çush janë gjetë këto armë, avokat fillimisht? Ku janë gjetë këto armë? Policia në Gjakovë ka ndalë automjetin e tyre, ka qenë me targat Kragujevsit, edhe kanë rënë radar. Edhe me atë rast, masi jenë identifiku, ata kanë kërku policia me kanë bastis automjetin, edhe kanë gjetë çantën me këto pajisjet që jenë trajtu si armë, ku ka qenë një thik, një sharrë vogël disa centimetra, një sakica si kmes e vogël. Kështu që praktikisht këto pajisje sot më kanë sjell këta palët një prospekt që ofrohet për në treg çdo pajisje, cilat janë përdoren në mënyrë standarde për çështjet të kopshtit, po thotë këto pajisje për kopsht edhe pajisje për kamping. A kam pas pozita në Serbi, sepse është fol edhe për një ndërlidhje mes pozitave zyrtare që kanë mujtë mi pas në institucionet në Serbi? A është fol për këtë çështje në gjykatë? Është fol për ta, ata kanë deklaruar, kanë pranuar se ata kanë mujtë edhe mos mi deklaruar këtë. Njëri prej tyre ka qenë inspektori policisë në Kragujevas. Tjetri është një dentist që punon në Akademinë Shëndetësore, që i thonë VMA, e njoftën në Spital Ushtarak në Beograd. Kështu që është person civil në punë të autoritetit ushtarake. Po kjo vetë kjo është një indikacion, mund të vlerësu, po pa u argumentuar indikacioni nuk është i mjaftueshëm që të ndiqet dikush penalisht. A mundet me pas elemente të cilat ose të paktën kanë arrit deri tash qoftë policia apo edhe prokuroria me tregu që në këtë rast potencialisht ka indikacione të elementeve, po flas elementeve motivit ekstremist të tyre? Çka absolutisht kanë ofruar asnjë dëshmi. Asnjë dëshmi në drejtim. Që tash për shembull me dyshue, me jap opinione që ky ndoshta këta janë të lidhur me autoritetet informative të Serbisë apo të tjera. Mundet me pas opinione çdo kush, po opinionet nuk. Prokuroria ka arrit me thonë që ka prova për këtë çështje. As policia, as prokuroria. Asnjëra. Asnjëra, asnjë indikacion se kanë, as kanë cek, asnjë ngjerm në cek në drejtim. Gjykata ku e ka bazu vendimin për me i dërgu në në paraburgim në fakt. Po. Të dyshorit? Po, këta si mas arsytimit janë gjetë të armë, që s'është qëto pajisje, që janë pajisje në fakt, që gjykata i ka trajtu armë, i ka trajtu se këto kanë mujtë më përdorë dhe kërë në shku në për se me qenë se definicioni ligjit është trajtohet si e dënueshme në qoftë se janë të bime publike. Këta kanë marrë që në kënë 2-3 kisha këta personat, edhe se shkaku kryesor i caktimit paraburgimit ka qenë që ky fakt qëndron, se janë pasqasshëm
3 prej tyre jetojnë në Serbi. Po si do që tjetë, ligji kërkon që kumulativisht të plotësohen kushtet. Një, dyshimi bazuar, që për llogaritimet nuk ekziston, edhe pajisja në qoftë se trajtohet se armë, kushtimisht nëse trajtohet si armë. Këtu mendoj që asnjëri as tjetër kusht nuk u plotësu. Na do të paraqesim ankesë, kam shpresë që gjykata shkollës dytë, eventualisht na do të paraqesim nëse edhe shkolla dytë vërteton eventualisht